Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut miratoi vënien në funksion të sistemit kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë duke përmbyllur procesin e zbatimit me të gjitha shtetet që një jo Schengen. Zbatimi i sistemit fillimisht do të vijë në pikën kufitare të Qaftanës, ndërsa më pas do të zgjerohet në pikat e tjera kufitare me Shqipërinë. Kjo do të mundsojë kalim më të thjeshtë, më të shpejtë dhe më të sigurt të kufirit shtetëror, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur rritet ndjeshëm frekuenca udhëtarëve dhe në të kaluarën qytetarët shpesh kanë ngritur shqetësime për pritjet e gjata në pikat e kalimit. Sipas zëdhënëses së qeverisë, finalizimi plot i marrëveshjes mbetet vetëm në shkrimin ndërmjet ministrive të brendshme. Gjatë vitit 2025 në këto pika kufitare janë regjistruar mbi 4.5 milion udhëtar, prej të cilave mbi 2.3 milion vetëm në pikën kufitare të Qaftanës. Presidentja e Bullgarisë, Leliana Jotova, dënoi djegjen e 2 automjeteve diplomatike para ambasadës së Bullgarisë në Shkup, duke vlerësuar atë si një incident të paprecedent. Ajo tha se përjeton incidentin si një sulm ndaj Bullgarisë. Deklarata e presidentes bullgare vjen pasi autoritetet në Maqedoni dënuan aktin dhe sa u arrestua autori dyshuar. Edhe ministri i punëve të brendshme, Pançe Toshkovski, e dënoi ashpër incidentin duke theksuar se dhuna nuk do të lejohet dhe as tolerohet. Lidhur me motivet e incidentit, ministri tha se nuk mund të ndajë më shumë informacione. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Generali Erik Uen konfirmoi të ambasadori Shëbas në Shqipëri. Ambasadori Erik Uen është konfirmuar nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 51 vota pro dhe 47 kundër, duke marrë miratimin përfundimtar për detyrën e tij diplomatike. Votimi në seancë plenare vjen pas miratimit të merrshëm në Komisionin Përkatës të Senatit, ku kandidatura e tij mori mbështetjen e shumicës së anëtarëve. Me herët kandidatura e tij kishte marrë mbështetjen e Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan me votim 19-3, duke hapur rrugën për miratimin përfundimtar në seancën plenare të Senatit. Generali Erik Uen ka një karrierë të gjatë mbi 3 dekada në ushtri dhe në struktura ndërkombëtare të sigurisë. Ai është oficer i pensionuar i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me mbi 34 vjet shërbim. Uen ka shërbyer si komandant i Komandës Operacioneve Speciale të NATO-s, si dhe ka mbajtur postë kyçe në lindjen e mesme dhe rajonin e Paqësorit. Gjatë karrierës së tij Uen ka qenë koordinator i sigurisë i Shëbaz për autoritetin izraelito-palestinez në periudhën 2017-2019, si dhe shef i shtabit në Komandën e Paqësorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. SPAK vendos në sekuestër një prej strukturave më luksoze të Rivierës me 5 yje dhe 200 dhoma akomodimi, hotelin Zigzag në Jal. Në total janë sekuestruar 491 pasuri me një vlerë të përllogaritur rreth 150 milion euro. Mes tyre ndodhen hotele dhe vila në vijën bregdetare, por dhe prona në Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Dërmi dhe Sarandë. Sipas SPAK, grupi kriminal dyshohet se drejtohej nga Dritan Gjika dhe Eldi Dizdari, ndërsa një rol kyç në skemën e dyshuar të pastrimit parave e kishte Isa Aliu. Në kuadër të operacionit gjykata ka saktuar masën e sigurisë arrest me burg dhe për Nikolin Bibajn, Sokol Bibajn, Armando Pacanin, Naldi Yzeiran, Oklida Lion dhe Shpëtima Lion. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.